Miq Prizmës, sot Sali Berisha doli në ekstremin e tij, si duket plakja, çoroditja mendore, goditja psikologjike, karakteri patologjikisht i smur në krijimin e fluskës së të tiranisë, e kanë çuar deri në atë pikë sa tash të kapet edhe me mediat, por jo thjesht kapet me median. Sali Berisha e kalon këtë element. E u kap edhe me News 24, që News 24 gjithë ditën jepte Sali Berisha. Nëse bënte konferencë shtypi 1 orë, Sali Berisha, News 24 e lente aty. Jo vetëm News 24, gjithë televizionet, Euronews, Dyshi, CNN, Reporti, TV që pronarin e shanë gjithë ditën. Flamur Noka dhe gjithë atë Partisë Demokratike, po dhe Sali Berisha vetë. Pa tjetër. Radio televizioni shqiptar, këto newset, top newset, kupton, klan newset, gjithë në radhë, gjithë këto tematikët e lajmeve, informativet, fix, vetëm fytyra e Sali Berishës. Ti e në klub fytyra e Sali Berishës atë, duke majtë konferencë, 2 konferenca për shtyp. Pastaj protesta, 4 orë, 5 orë, do jepesh vetëm ai. Të gjithë e dinë që vetëm surrati i Sali Berishës është në media. Të që ky bën sulm ndaj medias, edhe News 24-s, edhe televizioneve tjera, përmend edhe disa opinionistë, dhe ajo që është interesante është kjo tjetra. S'ka asgjë interesante, po këto janë interesante të Sali Berishës. Që ju thot militantëve, ju thot antarëve të Partisë Demokratike që diskreditohen. Dhe ai ka 2 element parasysh. E para, Facebookun edhe rrjetet sociale, por dhe fizikisht. Sali Berisha është gati për të vrarë. Ka vrarë, ka treguar që ka vrarë. Ka sa të duash viktima të tij, ka skelete në raft sa të duash. Sali Berisha o ka ajo, s'ka kërkush tjetër. Po nuk ka vrarë vetëm, s'ka dalë në pritë, nuk është nga ato trima. Po ai udhëzon. Edhe pastaj nuk ka nevojë militantët veprojnë vetë. Ka betejën e fituar në këtë drejtim, sepse i nxit edhe normalisht ata këtë punë dinë. Pse e ka bërë këtë? Se ai ka kuptuar një mekanizëm. Ai është djegur nga mekanizmi i daljes shpesh edhe në çdo moment në televizion. Ja po ja shpjegoj unë. Ka qenë një leverdije jashtëzakonshme dhe një përllogaritje fantastike e Edi Ramës, i cili ju tha mediave kazane, dhe normalisht po ta shofësh kështu në këtë prizëm, ata u zemruan me Edi Ramën, edhe Edi Rama nxori atë median e vet, dhe u mor me atë. Pastaj do t'i shkojnë brapa se kryeministri është. Por nuk është se ka një dëshirë të madhe, por marrën fjalimet e Sërxhato dhe ai nganjëherë rri këto. Po ta shohësh raportin e Matjes, është shumë më tepër opozita se sa pozita, është shumë më tepër Sali Berisha dhe se Edi Rama vetë. Por këtë ka kuptuar. Se duke dalë Sali Berisha në çdo moment duke thënë po të njëjtat fjalë para dite mas dite. Imagjino të merrte ato fjalë, konferencë shtyp dilte edhe ke para kryeministit po të njëjtat fjalë fliste. Po ato fjalë kishte thënë edhe në foltoren e podiumin e kuvendit, podium të kuvendit, para gazetarëve, në konferencë shtypit edhe masdite. 4 vende. Dhe 10 media, kombëtare dhe jo kombëtare, mikrofonat përpara dhe Berisha po të njëjtën punë. Po çfarë kujton ju se mendoj njerëzit? Ja po ja them unë çfarë mendoj na çau bëthet ky hajvan. Po çan këta marrë që nxjerrin për ditë. Është efekti i kundërt. Është efekti i kundërt. Pastaj humb një kaos, ndërtoj një tjetër, humbe edhe atë tjetrën, dil 4 herë në ditë për atë kaos, mas 1 javë të ajo kaos merr fund. Shkatërrohet. Kush të beson ma? Kush të beson ma? Dhe tash këtë e sap. Ky e ka mbledhur, ish mbledhur këtu, e shef edhe veten që është një plak i matufepsur,
që vetëm kur e sqarojnë pastaj edhe se kur e merr vesh, i duket armik edhe Salinjani, i duket pastaj tradhtar edhe ajo Meremja, edhe Kokalarja, edhe ku diun gjithë këto, ju duken baloz të zi prej detit që kanë dalë, kur thoshte Indieri Zevdeta, i duken sikur janë mrekullira numrash të cilët patjetër i bëjnë dëm. Në fillon, këte shpall tradhtar, këte shpall media për të diskredituar, gazetar për të rrarë mundësisht, për të shtyrë edhe deri në aty ku nuk mban më, për të diskredituar, për të marrë me familjet e tyre, për të marrë me jetën e tyre, për të shkatëruar në përgjithësi, për të shpifur dhe për të akuzuar, sepse ai ka humbur betejën e madhe. Ka humbur betejën e të qenit personi i besueshëm për shqiptarët. Sali Berisha nuk e beson më kërkush, as kërkush. As aty, rreth partisë tij janë të gjithë hipokrit. Duke filluar nga Flomon Noka dhe Albana Vukshi, ke Josefina Topalli, ke Jack Markaj, Gjin Gjonat, Gazbardhat, veç nëse i ka mbetur vetëm Tritan Shehu. Nuk besoj se edhe ai thoshte është komunist i pandrejshëm dikur. Ju kujtohet? Që thoshte do mbetesh komunist i pandrejshëm për Sali Berisha. Asaj nuk besoj se është një gjirokastrit i zgjuar. Pra nuk i ka mbetur asnjëri. Nuk e beson më as Shkelzen Berisha, as Argita. Tashmë e kanë kuptuar që është pengesë ai. Po nuk din mekanizmin si ta marrin partinë. Duhet ta marrë edhe këtë herë dhe pastaj mund të bëjnë në nen trashëgimnie politike. Jam një deni që po propozohet një nen në këtë kuvend të trashëgimisë politike. Duan ta bëjnë. Krahas se janë duke u përgatit disa që italianët i thonë Franchi Tiratori, po përgatit edhe neni trashëgimisë politike. Dhe këtu tash në këtë nen trashëgimisë politike mund të hyjë Argita me Shkelzenin. Sepse e shohin që ai sigurisht po rrudh deri në atë pikë sa me të vërtetë të marrin pronën në dorë, fabrikën PD. Po ta marrin me kota jashtëzakonisht ulta, si ndërmarrje, po thuaj nuk do ta kenë mundësinë as ta shesin më. Do marrin në dorë një vjetërsirë, një kalpsirë, një teneqe të ndryshkur që nuk do t'i vlej për asgjë. Prandaj është për ta ardhur keq, si më thanë Shkelzenit edhe Argitës, sepse kur të trashëgojnë Partinë Demokratike do kenë vetëm teneqe të kalpura. Një shasi të kalpur me një motor skluk e vjetruar deri në atë pikë sa nuk mund ta çosh, kemi këtu një që mbledh kështu makinat vjetra, as ke reba, se nuk ta blen. Do lidhe më mirë në urt bune sa bën çat dush me të që nuk më intereson kjo punë. Kaq e ndryshkur dhe kaq pa vlera është. Më vjen keq për familjen. Më vjen keq. E lanë, e stërzjatën punën me Berishën. E çun deri në atë pikë sa me këta maskaret që ka rreth për qark, e ktheu partinë në teneqe G. E ktheu në llamarinat të ndryshkura. Nuk i duhet më askujt. Dikur në kohë ti edhe ndroshin numra shasie këtu, tash i s'bën me ato punë, nuk duhet asgjë. Zero, as goma, as motor, as xhama, kthyer gjithë xhamat. Nuk njihet boja origjinale, s'punon motori, s'nezet, s'ka bateri, s'ka stopa, nuk ka asgjë, zero në pisht. Zero. Kjo është Partia Demokratike e Sali Berishës, dhe fajin e kanë gazetarët. Dhe fajin e ka media. Dakord me shtemi? Kaq është historia.